Komentuesja thot liri prindrit por institucionet. E ka folur për ato ajo video që kam thonë që vajzat që dhunon vajzën tjetër, kjo thot liri prindrit por institucionet. Duhet kuptoni një gjë. Ku kanë faj institucionet, kanë faj institucionet. Ku nuk kanë faj institucionet, nuk kanë faj. Se nuk kanë faj institucionet se fëmia jot shkon në orën 6 ditës dhe prindi nuk e di ku është edhe shkon në rrefa tjetër në atje. Nuk ka faj institucioni motra. Edukimi fëmia e merr në familje. Shkolla nuk është për të edukuar fëmijët tuaj mër. Shkolla është për t'i dhënë dije. Mëson literaturën që jepen lëndët mësimore. Në shkollë mëson lëndët mësimore. Bën edukat qytetare, edukat shoqërore, ka për detyrë t'ia shpjegoj kaq. Sepse prioriteti nuk i jepet mësuesit, po jepet nxënësit. Kaq ka për detyrë. Kurse prindi e ka sjell një jetë, përgjegjësia është e prindit të edukoj fëmin e vet. Sepse ai fëmia nga 0 deri në 6 vjeç për të hyrë në klasë parë, 5 vjet duhet me eduku prindi. E ka prindi për t'ia kriju themelet e forta të kulturës dhe të edukatës. A më kuptoni? Pra mos i jepni përgjegjësinë shtetit kur përgjegjësinë e keni ju. Shteti ka përgjegjësi për pjesën që psikologja nuk ka bërë punën e vet dhe nuk është aftë të dallojë fëmin kur është dhunues apo jo. Ka problemi e shtetit te pjesa e institucionit që i ka dhënë prioritet nxënësit dhe jo mësuesit. Dhe gjithashtu për faktin që shteti nuk ka reaguar në momentin që është bërë denoncimi në kohën e duhur, patjetër që po. Ama njëherë si fillim, aja shkon të bëja të shteti o zhoja në këtë rastin. Aja është prindi. Se prindi duhet a di ku shkon fëmia vet, si nuk e di prindi ku e ka fëmin në orën 6. Si qenë ka kjo? Mos të di prindi ku ndodhet fëmia. Ku e ka marrë atë edukat fëmia për të dalë për të dhënë tjerat? Ku e ka marrë? Ku ka qenë prindi? Është 15 vjeçe se ka edukuar fëmin. Çka ka bërë prindi që s'ka edukuar fëmin e vet? Fëmi kam qenë edhe unë, po s'kam dalë me marrë njëri me mbyllat e me rreth me dhënë tjetër. No, ku jemi këtu më vëlla? Jo, po kanë ndryshuar telefon, mos jepni telefon fëmijëve. Edukoni më fëmijët. Dilni me fëmijët, trini gjithkohës me fëmijët, luajini me fëmijët në përparaqe. Bëni gjitha që jeni, po mos i bani. Mos i bani. Kur jeni ta në gjendje të përgjigjeni fëmijës me edukim, mos i bani. Ose shkoni o vëlla, dorëzoni fëmijët, çoni një jetimor, jo jetimorja. Edhe kujdeset jetimora për edukimin e fëmijëve tuaj. Çfarë përgjegjësie ka shteti që ti s'di me eduku fëmin tënd? Se shkon fëmia jote aty si përbot, e dhonon atë tjetrin. Çfarë përgjegjësie ka shteti? Ju doni mi dhënë përgjegjësi shtetit ku nuk ka, po ku nuk ka shteti përgjegjësi nuk ka. Aty ku ka. Jo ku ju lëvërdis ju. Edukoni fëmijët. Sepse janë prindrit më të degeneruar se fëmijët. Ju a garantoj 100% që të dalësh sot të flasësh, të kesh përballë një prind dhe një fëmijë, del prindi më i degeneruar se sa fëmia. Në një bisedë, ballë për ballë, me prind fëmijë, del më i degeneruar prindi. Ju a garantoj 100%. Kështu që fokusin ktheheni nga vetja juaj dhe mos rini të pani për TikTok videot e tjerëve. Edukoni fëmijët. Nuk ka rëndësi TikTok-u, nuk ka rëndësi vlogjet, as komentet, ka rëndësi edukimi i fëmijëve tuaj. Kaq.